nëse i referohemi kontekstit aktual në Shqipëri, unë do thosha që fazën e ankthit ne kemi kaluar tashmë. Në Shqipëri ne ndjejmë një depresion agresiv të mirëfillt, një ankth i pa trajtuar për vite me radhë, ka shkaktuar një çrregullime edhe më të rënd kolektiv, ku është një shoqëri depresive që i merr vendimet me një pjesë të trurit që është pjesa më emocionale. Është një autor që është bestseller i librit Inteligjenca emocionale, na vjen në ndihmë pikërisht për këtë analizë ku thotë se njeriu në momentin që fillon edhe merr vendime me pjesën më emocionale të trurit të tij, nuk reagon sikur do dialogoj, por reagon sikur është në një luftë dhe niveli i agresivitetit shkon në trajtat e mbijetesës. Kur ne kemi të pamundur të vendosim dialogun për të zgjidhur konfliktin me tjetrin, detyrohemi që pjesa e pashëndetshme, pjesa më sensitive dhe emocionale merr vendimet për ne, atëherë dhe reagimi është shpeshherë sikur do na duhet të mbijetojmë në një luftë.